Të nderuar qytetarë, të nderuar kolegë zëtar, mirë ditë dhe mirë se vini në konferencën për shtyp të rregullt, ku unë dhe kolega Arsoski do t'ju informojmë pa vendimet e miratuara nga qeveria në seancën e djeshme 47. Në fillim, para se të prezantojmë vendimet nga seanca e djeshme të qeverisë, dua që t'ju informojmë për dinamikën e imunizimit të punonjësit shëndetësor. Sipas informacioneve të fundit, në përfundim me ditën e sotshme deri në 10 orën janë vaksinuar në përgjithësi 1510 persona, personel mjekësor, kurse Ministri i Shëndetësisë, zoti Venko Filip, që sot do të marrë pakon e dytë të vaksinave që është donocion nga Republika e Serbisë. Të nderuar kolegë gazetar, mirëdita dhe mirë se erdhët në konferencën e rregullt për shtyp në Qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut, ku së bashku me kolegun Arsovski do t'ju njoftojmë me vendimet të cilët ka miratuar Qeveria e Republikës së Maqedonisë në seancën të mbajtur dje e 47 me radhë. Fillimisht, para se t'i prezantojmë pikat apo vendimet nga mbledhja e djeshme e qeverisë, ju informojmë me dinamikën e imunizimit të personelit mjekësor. Deri në orën 10 të ditës së sotme janë vaksinuar gjithsej 1510 persona punonjës shëndetësor. Ndërkaq Ministri i Shëndetësisë Venko Filip që sot do të pranojë pakon e dytë të vaksinave që është donacion nga Republika e Serbisë. Da se vratime në Të kthejmë në seancën që mbajti djetë dhe vendimet e miratuara, urdhëro kolegu Arsoski. Ju faleminderit, mirëdita edhe nga unë. Qeveria e pranoi pëlqimin nga Komisioni për Sëmundje Gjitse me kërkesë të një grup të transportuesve komunal dhe ndërkomunal për rritjen e kapacitetit të udhëtarëve nga 50% në 75% në për ato mjete transportuese. Qeveria rishqyrtoi informatën për dhënien e grantit përmes thirrjes së 25 për ndihmë teknike dhe për thirrjen e 6 të grantit investues për ndërtimin e aksit Kriva Pallank në kufirin me Republikën e Bullgarisë si pjesë e korridorit 8. Me këtë i tregoi ndërmarrjes publike për hekuru dhe infrastrukturë ta dorëzoi aplikimin deri tek fondi investues për Ballkanin Perëndimor. Me këtë grant ndjeshëm do të përshpejtohet procesi i mbarimit të rrugës mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë si pjesë e detyrimeve të vendit tonë në zhvillimin e korridorit 8. Në propozim të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, qeveria e rishqyrtoi dhe miratoi informatën për projektin për përforcim të sistemit nacionale dhe lokale të përkrahjes integrimit socioekonomik të romëve të cilët kthehen në Ballkanin Perëndimor dhe angazhoi Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale si dhe zyrën e kryetarit të qeverisë që t'i koordinojnë aktivitetet për implementim të projektit. Vazhdo me pika tjera. Të nderuar, edhe një informacion nga seanca e djeshme. Qeveria e Republikës së Maqedonisë në seancën e djeshme miratoi informacionin për projektin rihabilitim efikas energjetik i konvikteve studentore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bëhet fjalë për rekonstruim i konvikteve studentore që do të bëhen energjetike dhe efikase, do të mundsojnë komfort studentor dhe mjedisit më të mirë për të gjithë studentët. Me programin është përshikuar që të fillojë konvikti studentor Stif Numov në Shkup dhe përveç në Shkup. Me këtë projekte kapital do të përfshihen edhe konvektet në Prilep, Ohër, Shtip. Shkurtimisht, kjo është edhe informacioni i fundit nga seanca e djeshme të qeverisë. Pas informacioneve të shkurtë nga seanca, vazhdojmë me konferencën për shtyp, ku vijojnë edhe pyetjet nga gazetarët. Mirëdita, si televizioni urdhëroni me pyetjen. Kam pyetjen në lidhje me negociatat që dilte e dita jo punë deri ku janë negociatat dhe në fund qeveria ka qendrim për atë kur do të jenë ndryshime përfundimtare që e dielta jetë dita jo punë. Siç kemi thënë disa herë më parë, në seancë qeveritare ende nuk është biseduar për këtë vendim për ndryshimet e ligjit që duhet të parashikohet se të realizohet ky premtim. Shpresoj se shumë shpejt të gjithë konsultime nga ana e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe ministret e tjera do të mbarohet dhe në fund qeveria do të ketë vendim për plotësim të ndryshim të ligjeve që janë të nevojshme për zbatimin e këtij qëllimi. Televizioni Alfa. Faleminderit.
Dje në orën 15, Ministri Oliver Spasovski tha se për ikjen e Sasha Mjelkov, fajtor ka qenë sistemi dhe jo ai, ndërsa pas 3 orësh, Kryeministri Zoran Zaev të thotë se suksesi qeverisë dhe i tij është që Sasha Mjelkov u paraqit në polici. Më intereson se si për 3 orë qeveria e riparoi sistemin që nuk mund që të reparoj për 4 vite dhe si janë reagimet për thënjet në për rrjetet sociale se bëhet fjalë për një serial spanjoll, ajo që ndodhi dje. Institucionet i ndërmorën të gjitha masat të lidhur me ikjen e Sasha Mjelkov, ai u paraqit në prokurorin për krim të organizuar dhe është siguruar koordinimi i të gjitha aktivitetet që u ndërmorën në ditët e kaluara. Dha një rezultat, qeveria e vërtetoi se nuk do të toleroj situatat që e prishin besimin në këtë sistem. Kryeministri Zoran Zaev i shpjegoi detajet e këtij rasti dhe në moment kur do të kemi informata të reja do t'i ndajmë me opinionin publik. Vazhdoni me qëndrimi juaj rreth asaj që ndodhi në rrjetet sociale ku thoni se bëhet fjalë për një serial spanjoll me përgjigjen që dha mendoj se ishte mjaftueshëm dhe nuk do t'i komentojmë ato që shkruhen në rrjetet sociale. Pyetje nga televizioni Telma, urdhroni. Dini se moru vesh se ku ka qëndruar Sasha Mjelkov gjatë gjithë kësaj kohe. Edhe njëherë do të përsëris se dje Kryeministri Zaev shpjegoi në mënyrë të detajuar për të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur me ikjen e Mjelkov. Momentalisht nuk ka asgjë që të shtohet nga ajo që u tha dje, gjithsesi nëse ka ndonjë zhvillim të ri të ngjarjeve do t'ju informojmë për këtë. Televizioni Allsat, urdhroni. Nuk ju dëgjojmë, ju lutem. Sot përsëri do të ketë iniciativa tjetër për nënshkrime kundër regjistrimit të popullatës, çfarë qëndrimi keni ju? Vetëm nëse mund të përsëritni. Përsëritë se shumë do dëgjosh. Për iniciativën Dine si më nove iniciativa za regjistrimit të popullsisë. Do të thonë, përsëri sot mbyllet emri ka një iniciativë tjetër që do të bëhet gjykata me iniciativë. Cili është qëndrimi i qeverisë për këtë? Faleminderit, të që mund të themi është se regjistrimi i popullatës definitivisht do të zbatohet gjatë prillit. Po regjistrimi është i nevojshëm, do të qytetarë duhet të kontribuojë për këtë operacion statistikor që do të jep të dhëna të rëndësishme për projektimin e planeve strategjike për zhvillim të mëtejshëm të shtetit. Metodologjia është caktuar, të gjithë përgatitje zhvillohen, janë aktuale, nga prilli i parë fillon regjistrimi i popullatës jo rezidente, ashtu që ajo do më thënë kjo operacion statistikor do të zbatohet. Ju faleminderit. Vazhdojmë me pyetjet me shkrim nëse nuk kemi koleg tjetër përmes platformës Zoom. Po ka pyetje nga Allsat, Anesa Salihu, a ka diçka në lidhje me kontestin me Bullgarinë, është ndërkoduar data për konferenca bilaterale mes qeverive. Ajo që mund të themi është se Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani tashmë është në rruga drejt Sofjes, momentalisht udhëton drejt qytetit të Bullgarisë. Atje do të ketë takim të veçantë me kolegen e tij Ekaterina Zaharieva. Shpresojmë se pika qendrore të negociatave të jetë plani aksionar. Kur do të kthehet ai nga kjo vizitë, do të kemi më shumë informacione nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe nga qeveria për atë çfarë është arritur. E dini më parë, harmonizimi i dy dokumentave që dorëzohen dy pallet është në fazën finale, ashtu që shpresojmë në mënyrë më precize për detajet për hapet e ardhshme pas takimit.
pyetje të tjera, po kemi nga kolegu Dejan Blaževski Meta, kur do të fillojë realizimi dhe çfarë është afati përshikuar për mërimin e projektit rihabilitimi efikas energjetik për konviktet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sa do të kushton projekti, me çfarë është përshikuar rritje e efikasitetit energjetik për konviktet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të nderuar projekti i qeverisë rihabilitimi energjetik efikas i konvikteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, paraqet investimi kapital dhe angazhim për të ardhmen tonë. Ky projekt ka për qëllim që të përmirësojë kushtet për masim dhe komfort të studentëve. Afati për realizimin e këtij projekti është deri në vitin 2025 dhe ai do të kushtojë rreth 24 milionë euro, kurse mjetet për vitin 2021 janë të parashikuar në propozim buxhetin për vitin 2021 të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Bojan Blaževski nga agjencia Meta dërgoi një pyetje rreth rrugës me Bullgarinë. Mund që të informoni për shumën e mjeteve financiare që do të marrë vendin përmes grantit për të cilin tashmë kemi folur në këtë konferencë për shtyp për fazën e tretë të ndërtimit të rrugës. Përveç 60 milionë euro nga fondet IPA, përmes fondit investues të Ballkanit Perëndimor, ku institucione financiare me të cilat të negocioni që të përkufizohet konstruksioni financiar për fazën e tretë të rrugës për Bullgari me vlerë 330 milionë euro. Si do të sigurohet shuma e plot? Pyetja në esencë është se në cilën fazë është ndërtimi i rrugës për Bullgari. E dini se zhvillohet në 3 faza. E para nga Kumanova në Veljakovce, për të cilën janë të siguruar 27 milionë euro dhe atje është realizuar 55% nga ndërtimi, por e dini se është prishur kontrata me kompaninë. 70 milionë euro janë nga Banka Evropiane për Zhvillim, sepse për këtë fazë është shpallur tender për një kompani të cilë do ta kryej dhe qeveria mori vendim që ta shfuqizoj tenderin për fazën e dytë dhe të dyja fazat, domethënë faza e parë dhe e dytë të nderohen së bashku pas kualifikimit të atyre që janë paraqitur mbaroj dhe tani i evaluohen kompani që hyrën në kualifikim. Për sa i përket fazës së tretë të rrugës janë siguruar 60 milionë euro grant nga programi IPA 2. Tani ndërmarrja publike e kurudhës dhe infrastrukturën aplikon për 150 milionë euro tek fondi VBIF për Ballkanin Perëndimor. Dhe një pyetje për Radio Mov. Kryeministri kishte një takim me kryetarët e komunave që përfshin rajonin e Ohrit të mbrojtur nga UNESCO dhe paralajmëroi aksion të përbashkët për eliminimin e rreziqeve. Cilat janë hapat konkrete që do të ndërmerren me një akcent në ndërtesat e paleje që janë të kritikuara nga UNESCO. Bëhet fjalë për takim të kryeministit Zaev me kryetarët e komunave të Ohrit, Rrugës dhe Debarcës për harmonizim të përpjekjeve të pushtetit qendror dhe lokal për një aksion të përbashkët për të eliminimit të rreziqeve në rajonin e liçenit të Ohrës. Në këtë takim kryeministri i njoftoi kryetarët e komunës alarmi nga UNESCO do të jetë serioz që parasheh një aksion të përbashkët të qeverisë dhe ministrit tjera, si dhe komunave Ohër, Strug dhe Debarcë. Kryeministri reafirmoi përkushtimin e qeverisë për një plan të harmonizuar me menaxhim të trashëgimisë kulturore të rajonit të Ohrës, duke u kujdesur për të gjithë pjesëmarrësit në këtë proces. Rëndësi primare kanë mbrojtja e vlerave kulturore të liçenit të Ohrit, të cilat janë përfshirë nga UNESCO për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Konstatimi përbashkët ishte që të vazhdoj koordinimi mes qeverisë dhe komunave për aktivitetet e përcaktuara, si dhe harmonizim të legjislativës për detyrat të cilat do të kryen në planin për shpëtimin e trashëgimisë kulturore të liçenit të Ohrit dhe planeve zhvillimore të komunave. Kaq kishin pyetje të cilat ishin me post elektronike dhe këto është fundi konferencës për shtypje. Faleminderit.